Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar sot emërimin e 2212 anëtarëve që do të jenë pjesë e 500 ekipeve të numërimit në 38 qendrat komunale të numërimit në gjithë Kosovën. Këto ekipe do të kenë për detyrë të verifikojnë rezultatet e subjekteve politike të evidentuara në formular pas numërimit në vendvotime, si dhe të numërojnë votat e kandidatëve për deputet. Antari vetëvendosjes në KQZ, Alban Krasniqi, pas se kanë kërkuar nga partitë politike mos përfshirjen e personave që kanë qenë të përfshirë në dallaveret me vota zgjedhjeve të kaluara. Dua të theksoj këtu gjithashtu faktin që KQZ-ja kur ka dërguar njoftimet për nominimet e anëtarëve të këshillave apo të ekipeve të numërimit në QKN, ka kërkuar nga subjektet politike që ato të mos dërgojnë emrat të cilët kanë qenë të përfshirë në parregullësitë që janë evidentuar gjatë zgjedhjeve të fundit, dhe për këtë mbajnë përgjegjësi në këtë rast edhe subjektet politike nëse në ndonjë prej rasteve ato kanë dërguar persona apo individ që kanë mund të jenë të përfshirë. Përveç ekipeve të numërimit, KQZ-ja sot akreditoi edhe mbi 15700 vëzhgues, duke quar në 16549 numrin e përgjithshëm të tyre nga 72 organizata vendore ndërkombëtare që do të monitorojnë procesin e votimit. Por kërkesa e Radio-Televizia Vojvodine për akreditim është refuzuar nga ana e KQZ-s. Bëhet fjalë për Radio-Televizia Vojvodine, e cila ka aplikuar si media vendore me çrast në bazë të regjistrave zyrtar që posedon Republika e Kosovës. Kjo organizat, kjo media nuk është e regjistruar si media vendore. Në këtë mbledhje, KQZ emëroi edhe 153 anëtar të tjerë për këshillat e vendvotimeve të rregullta, si dhe 66 persona si staf rezervë për votimin në 30 përfaqësi diplomatike që nisi më 6 maj. Në total, për zgjedhjet e 7 qershorit, do të angazhohen mbi 12000 anëtar në 2498 vendvotime të rregullta dhe 52 vendvotime me kusht.